Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Taulanta Jupi është kandidate e koalicionit Euro-Atlantik në qarkun e Tiranës për deputete për zgjedhjet e 11 majit. Për të diskutuar lidhur me fushatën elektorale, po mënyrën se si ajo po bën fushat, por edhe çështje të tjera, unë kam ftuar zonjën Jupi sot në emisionin tim Dekalog këtu në Dritare TV. Më në fund të kam në emision, të falenderoj për ftesën, Roland. Edhe për mua është kënaqësi sepse kam gjëra të veçanta, edhe pse partia juaj nuk është dy dinosaurët e politikës shqiptare. Sa mirë që nuk është. Shikoj që përpjekjet tuaja personale janë në përpjesim të zhdrejtë me atë që shikoj në partinë tuaj dhe besoj që kjo do jetë një intervistë shumë interesante në varësi të atyre që ju do thoni. Roland, më leo të drejtojmë Roland, sepse tashmë ne kemi kohë që e debatojmë njëri tjetrin, qoftë në panele, qoftë në largësi. Shumë atje. Kështu që besoj kemi këtë bisedë mes vetes. E para unë të falenderoj për këtë ftesë, e dyta ju dini gjithmonë që unë jam e hapur ndaj çdo pyetje, jo vetëm me përgjigjen e duhur, por me argumentat e duhura për të thënë realisht atë që unë mendoj dhe realisht atë që unë besoj, jo vetëm për këtë garë, por në përgjithësi edhe për situatën politike dhe ju e dini që unë jam nga ata njerëz që nuk i iki pyetjeve. Si pyetje të parë, unë do bëj këtë që si të kam pritur. Okej, ju keni do diskutojmë dhe më pas, ju keni bërë disa beteja, mund të themi, në pjesën tuaj, në karrierën tuaj politike, po si të kam pritur, vetëm për fushatën elektorale, elektorati këtu në Tiranë, njerëzit, sepse ju jeni në informacion, thashë, jo të dy partive të mëdha që kanë pjesët e luanëve, por jeni një parti që, do thënë, synoni, po themi, në mënyrë modeste, një apo pak mandate. Si u kam pritur ju? Ajo që duhet të them është në fakt një ndjenjë optimizmi, me cilën unë jo vetëm kam hyrë në këtë fushat, por është një ndjenjë optimizmi që unë e rimar nga njerëzit. Të them të drejtën, unë nuk kam fare ngurim të shkoj dhe të takoj çdo qytetar, pavarësisht se ndonjë moment të caktuar strukturat tona mund të më thonë që shiko kujdes se këtë nuk e njohim, këtë nuk e dim, ky mund të jetë i majt, dhe unë nuk kam fare kompleks ti takoj të gjithë. Absolutisht, unë nuk bëj fare dallim. Kam takuar njerëz me të cilët ne kemi ndarë betejat, në PD kemi mendime ndryshe, pra demokrat, po të themi që jam të zhgënjur, kam takuar socialist, kam takuar dhe si të kam pritur? Me thënë të drejtë, mua personalisht më kanë pritur jashtëzakonisht mirë. Jam e prekur nga mënyra se si ata njerëz Mblidhe veten zonja Jupi, pse e prekur? Jo, jam e prekur për faktin sepse shikoj që njerëzit janë të uritur për një lloj komunikimi ndryshe dhe për një lloj politikani ndryshe. Pra, fakti që ne kemi hyrë në listë të hapur nuk i komplekson ata të thonë po, ne mund besojmë te një njeri dhe te një individ si Taulanta. Pra, fakti që ne jemi në listë hapur ka krijuar atë urë ose po krijon ditës atë urë që ne duam të ndërtojmë me qytetarin, që lista jonë e hapur, mundësia për të votuar emrin dhe për t'i dhënë votën kandidatit, në këtë rast Taulanta Jupi, ka bërë pikërisht atë që qytetari është i ndërgjegjshëm që vota për Taulanta Jupin shkon për Taulanta Jupin. Sepse lista e hapur ta jep këtë mundësi, pra ju kemi dhënë mundësinë qytetarëve ta zgjedhin vetë me cilin duan të përfaqësohen në Kuvendin e Shqipërisë. Okej, do bëjmë ndërprerje për shkak të reklamës, të publicitetit. Unë kam një falënderim për MoneyGram Akinvest, ose në general i emisionit Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur, transfero shpejt, gjithmonë shpejt, kudo dhe kurdo. Ndërkohë MoneyGram Akinvest kanë një njoftim me vërtet shumë të rëndësishëm nga data 14 prill deri në 14 korrik, do të zhvillojë lojën promocionale. Ti që transferon në MoneyGram, eja dhe fito. Për të bërë pjesë e lojës, ju duhet kryeni një dërgesë ose tërheqje me MoneyGram brenda datës nga 14 prill deri në 14 korrik. Në 20 korrik i dhe të shorteu ku do të shpallen fituesit. 6 fitues fitojnë nga 500 euro deri në 50.000 lekë të rinj për person, nëse kanë kryer 1 deri në 2 transferta, pra edhe një herë them, 6 fitues fitojnë nga 500 euro ose 50.000 lekë të rinj për person, nëse kanë kryer 1 ose 2 transferta, dhe dyta 7 fitues fitojnë nga 1.000 euro ose 100.000 lekë të rinj për person, nëse kanë kryer 3 ose më shumë transferta. Pra 7 fitues fitojnë nga 1.000 euro ose 100.000 lekë të rinj për person, nëse kanë kryer 3 ose më shumë transferta. Pra, ndiqeni këtë njoftim me vërtet shumë interesant dhe një herë faleminderit MoneyGram Akinvest. Kthehemi në intervistën dhe në rrjedhë normale. Zonja Jupi. Okej. Se ju
vini nga pjesa e artit dhe e aktrimit, po do të pyes për atë. Në një film të realizmit socialist ishe, po më pëlqen ky entuziazmi yt kiç, tha, po kiçua pastaj përfundoi ashtu si përfundoi. A mjafton entuziazmi që nuk të ka lënë ndonjëherë zonja Jupi, se ti natyrë entuziaste, nuk je natyrë, unë s'kam parë njëherë kështu, do të rënë në dëshpërim. Po s'ka arsye për të rënë në dëshpërim për sa kohë që unë besoj. Po jo, a mjafton ky entuziazëm, se ti thua entuziazmi. Entuziazmi i gërshetuar me një punë të detajuar, me një program të detajuar dhe një plan të qartë fushate, të cilën unë, me thënë të drejtën, e kam filluar, po themi që prej ditës që kam vendosur që të jem kandidate për deputeten e koalicionit Euroatlantik në qarkun e Tiranës, kështu që nuk është vetëm entuziazmi. Këtë programi se beson njëri fare. Jo, programin tim personal në raport me çfarë do të bëjë në fushatë. Programi detajuar në raport me fushatën edhe të gjithë elementet e tjera. Programi i partisë edhe më ngrive gjakun, thash. Se çka ka programi i partisë? Programi i partisë, po njerëzit shikojnë juve aty dhe kaj do ta votojë se votojë tani programin, nuk se ka një dallim thelbësor. Jo, ka një dallim thelbësor program. Kush? Më thuj një pikë. Ka dallim thelbësor. Cili është? Një nga dallimet, janë të gjitha, është i gjithë, ja ta them unë. S'ka nevojë të them një, të them disa unë. Ka të gjithë strukturën për të qenë një program që i jep zgjidhje problemeve që Shqipëria dhe shoqëria shqiptare ka sot dhe qytetarët shqiptar ka sot. Jemi është një program që na radhit në krah të 70% të qytetarëve shqiptarë që duan vazhdimin e reformës së drejtësisë dhe mbrojtjen dhe zhvillimin e të gjitha sektoreve që ka. Jo se ka PSEA. Se PSEA ditën thot kështu dhe natën shkon bën dille për të nxjerrë të korruptuarit. Se ka ngrënë aty në keq. Jo, patjetër. PSEA bën reformën drejtësisë. Nuk e ka bërë PSEA reformën. Po kush e bëri PD? Nuk e ka bërë. E kanë bërë 140. PD që tha do ta shkrim 140 deputet, të cilët e kanë votuar, të gjithë në unanim, të gjithë në unanim. E dyta. Me mbështetjen e partnerëve të Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Kjo bie e dyta. Sot, jo, për këtë duhet bëjmë dakord që nuk është një atribut që i shkon vetëm Partisë Socialiste. Kjo është një nevojë e mbështetur, e iniciuar dhe e vijuar nga partnerët tanë. E dyta, program tjetër, po. Jo, tha disa pika, disa pika. Ne i ofrojmë, programi i koalicionit Euroatlantik i ofron qytetarëve shqiptar, i ofron një sistem të thjesht taksimi. Taksa e shesh 9% është një sistem që drejt për drejt i shkon qytetarëve dhe i thot, keni vetëm këtë taks, keni vetëm këtë marrëdhënie me shtetin dhe i lë qytetarëve të drejtën e tyre, i lë biznesit të vogël, biznesit të madh, të gjithë qytetarëve të tjerë në raport me të ardhurat dhe në raport me tjetër, mos ngelemi te programi, po më pyete për programin. Po, jo, të pyeta disa pika, unë thash një, ju tha do të jap disa, po lutem shumë shkurt, sepse programi nuk e dëgjon nga Taulanta Jupi i njerëzit. Programi nuk e dëgjon nga po nga duhet ta dëgjoj. Nga kë keni kryetari? Shikoj, ne programin, ne kemi shpallur që në datën 1 qershor 2024. Pra, ju e dini shumë mirë që kemi qenë forca e parë politike që kemi shpallur një program politik për zgjedhjet e 2025-s. Dhe të lutem, forca e parë politike. Mos të këpush fare shpirtin. Po ç'forca e parë politike më zoj? Mos fare shpirtin që ju kemi dhënë alternativën qytetarëve, ju kemi dhënë alternativën qytetarëve. Ai kryetari juaj që nuk është kryetar në letër. Në realitet vjetë 9 muaj kryetari i Partisë Demokratike dhe Lulzim Basha është drejtues politik i koalicionit Euroatlantik. Dhe sot duhet të kenë guximin të gjithë të thonë që në 2021 e kanë pranuar vetë të gjithë eksponentët që kanë dalë. Në 2021 zgjedhjet janë fituar. Zgjedhjet janë humbur me teknikalitete që ju e dini shumë mirë se si shkuan. Si fitoi se diun këtë? Po bëjë llogarinë e votave. Rezultati që PD ka marrë në 2021 është një rezultat që Partia Demokratike nuk do ta marrë dot më kurrë. Po jo se fituar zgjedhjet. Në drejtimin e Lulzim Bashës. Po jo se fituar zgjedhjet. Në drejtimin e Lulzim Bashës. 2021 ka qenë një rezultat që Partia Demokratike nuk do ta marrë dot më kurrë. Ka ndonjë pikë tjetër programi zoj? Ka shumë pika, nëse do të lësh. Nëse do të lësh e zhvillojmë. Tani a ka mundësi ma shpjegon pak të si Lulzim Basha, do të ti thua drejtues politik, nuk është kryetar i partisë, në KQZ është Endri Hasa. Mua më zë makina kur lexoj këto gjëra. Të zë makina, po ka ilaçe për këtë punë. Një nga ilaçet për shembull është arsyetimi që mund të t'jap punë.
Ju keni filluar doktoresh? Jo, absolutisht. Jo, nuk e kam lënë ardhmë. Po është një ilaç që mund të ta jap shumë kollaj. Të dëgjosh dhe të reflektosh. Të dëgjosh edhe të reflektosh. Të dëgjosh edhe të reflektosh. Jo nga një aktore, jo nga një regjizore. Mbas 11 qershorit dhe deri sot është bërë një luftë e jashtëzakonshme nga trekëndshi i Bermudës, po të duash ta quajmë kështu, nga Rama e Berisha që pjesa e koalicionit Euroatlantik të mos ishte në zgjedhje. Ne i kemi premtuar qytetarëve që ne do të ishim në zgjedhje me çdo mënyrë dhe me çdo alternativë. Dhe padyshim që asnjë akt i ndërmarrë nga Edi Rama me Sali Berishën për ta çuar Partinë Demokratike pronë të Sali Berishës nuk do ta pengonte këtë rrugtim, sepse qytetarët duhet kishin alternativën e tyre. Gjetëm zgjidhjet, u ndërtua. Ndërkohë që Zoti Basha dhe pjesa jonë jemi në betejë, sepse betejë për Partinë Demokratike për legitimitetin e saj nuk ka mbaruar, është regjistruar koalicioni Euroatlantik me kryetar teknik Endri Hasën, drejtues politik askush në Shqipëri nuk e dyshon dot që është Lulzim Basha. Më vjen mirë që vjen për qeshur, po duhet në fakt të mos e marrësh me të qeshur. Po Lulzim Basha është shpërtar, thoni ju. Për është drejtues politik i koalicionit Euroatlantik, përballë. E qau me lot 8 vite ca në kryet përballë një politike 34 vjeçare të përfaqësuar me aksionerët e vet, Edi Rama dhe Sali Berisha, që duan të vazhdojnë ta mbajnë të pandryshuar skenën politike në Shqipëri, qytetarët shqiptar kanë një alternativë, koalicionin Euroatlantik. Kam një pyetje zonjë. Në Tiranë, kjo ishte gjë e mirë. Nuk të bëj dot pyetje ngacmuese këtu që e bët listë hapur dhe atë kërkon dhe masa e njerëzve. Aty bravo qoftë, po pavarësisht se po të kisha zotin Basha këtu dhe zotin Basha për mua ka këshilltarët më të keq të medias. Ka pasur, se tani te partia e re New Entry nuk e di. Po këshilltarët më të keq në media si ka pasur Lulzim Basha për median. Ju garonin Tiranë mes këtyre figurave. Lulzim Basha, disa. Rudi Rebara, një intelektual që unë vlerësoj, e çmon, Armen Gjana dhe ky, Azgan Aklaj, një personazh shumë interesant, Marcel Vila dhe ky, Gazmet Koduzi, Nevila Nika e të tjerë. Nuk po vazhdoj. Me këto fitosh ti, me këta? Se me këta e ke garën? Unë se kam garën me këta. Ju zëbeni gjithë po tek. Unë se kam garën me këta, e ke gabim. Unë e kam garën me Edi Ramën dhe me Sali Berishën, zotri. Unë e kam garën të fitoj sa më shumë vota tek qytetarët, të fitoj një sekond. Unë nuk kemi, se koncepti që gara, lista e hapur, bën luftë dhe garë të brendshme, më duket një diversion që nuk i shkon këtyre zgjedhjeve. Kjo është formula. Unë e kam garën përballë Sali Berishës dhe Edi Ramës. Unë e kam garën tek qytetarët dhe shkoj them, zotri, doni të jepni fund 34 viteve? Ja ku e keni listën e koalicionit Euroatlantik. Nuk të pëlqen, se s'dua të përmend emra, nuk të pëlqen 1, nuk pëlqen 2, nuk pëlqen 3, ja ku ke Taulantën. Vota për Taulanta Jupin çon në kuvend Taulanta Jupin, nuk çon askënd tjetër. Mund mos të duash 36 kandidat. Në qoftë se të pëlqen dhe ke besim dhe mendon që Taulanta Jupit përfaqëson, po, vota për Taulanta Jupin, çon Taulanta Jupin në kuvendin e Shqipërisë. Kështu që unë nuk e kam garën me asnjë nga kolegët kandidat në koalicionin Euroatlantik. Unë e kam garën me një kas të korruptuar dhe unë prandaj kam dalë në këtë garë për t'i treguar qytetarëve që ja ku e keni zgjidhjen, ja ku e keni zgjedhjen, doni të vazhdoni me Edi Ramën, vazhdoni, doni Sali Berishën, vazhdoni, doni një njerëz të ndershëm, një qytetare, një profesioniste që vjen nga një fushë akademike dhe ka vënë në dispozicion të betejës së vet politike dhe ka vënë në dispozicion të qytetarëve të gjithë integritetin, eksperiencën dhe çdo gjë që ajo përfaqëson, ja ku e keni Taulanta. Zonja Jupi, unë nuk kam asnjë kompleks të them, sepse nuk u them gjithë të intervistuarve, sidomos në fushat, që kush më pëlqen mua të jetë në parlament dhe kush jo. Ti je në atë listën time, lista ime është modeste, mund mos vlerë fare, por unë kish preferencë. Unë doja që ti t'ishe në parlament, se unë e marrë me mënë se si do jesh ti aty. Unë e vlerësoj dhe nuk është kaq modeste mendimi juaj, sepse në fund jeni një qytetar që mendoni kështu. Problemi është, thashë, unë do kisha shumë qeftë që t'ishe në parlament. Edhe unë do jem në parlament, zoti Qafoko. Jo, pyetja është, unë personalisht, pse do të votoj ty? Pse do të votosh mua? Po sa po e thash? Jo, mbaruar edhe tani unë jam qytetar, një vot kam unë. Pse të votoj unë ty? Sepse Taulanta Jupi është nga ata njerëz që ose nga ato zëra të fortë në politikë që e ka bërë betejën e saj opozitare dhe pa qenë në kuvendin e Shqipërisë. Tani imagjino
se çfarë mund të bëj unë kur të shkoj në kuvendin e Shqipërisë, sepse unë do të jem atje zëri dhe fryma e qytetarëve. Sa herë ti dhëmbi një qytetari të Tiranës, zëri im do të ngrihet në parlament. Sa herë të ketë një shqetësim i qytetarit të Tiranës, zëri im do ulëras në parlament. Sa herë të kuptoj që diçka nuk shkon dhe i rëndon qytetarëve të Tiranës, zëri im do të ngrihet në parlament. Unë nuk jam nga ata njerëz që shkoj atje për të ngritur kartonin siç mund ta dojë njëri dhe tjetri, nuk jam. Zotri, unë jam deputete që më nxjerr vota e qytetarëve. Po të isha në listë mbyllur, po, do të isha një kandidate dhe një deputete e kryetarit. Unë shkoj në parlament si e votuar e qytetarëve. Ky është dallimi i listës së hapur, të lutem, ky është dallimi i listës së hapur. Do të thotë Lulzim Basha do votosh për këtë, si do votosh ti? Në qoftë se unë besoj që nuk është diçka e drejtë dhe nuk besoj që ndodh, por unë nëse mendoj që është diçka kundër interesit të qytetarëve, unë nuk e votoj. Vetëm gjëra të drejta. Tani po pyet mua, kur ta thrasësh Lulzim Bashën, bëj komente, bëj ironi sa duash. Ktu ke mua. Më pyete, po të thot diçka Lulzim Basha votoje, a do ta votosh apo jo? Dhe po të them që nuk ndodh. Por edhe sikur të jetë kundër interesit të qytetarëve, unë do shikoj. A ta mbaroj të lutem, apo lëmë ta mbaroj tani. Në qoftë se është kundër interesit të qytetarëve, unë përgjithsisht nuk e bëj viktimën, në qoftë se është kundër interesit të qytetarëve, Taulanta Jupi nuk e voton, sepse në kuvend shkoj nga vota e qytetarëve dhe jo nga lista e mbyllur e kryetarit. U qetësove? Shumë e qetja. Jo, jam i qetë. Jam pasionante, po. Ai student të yt ka një numër shumë të bukur. Jam i qetë, edhe vetëm nxesh. A të kujtohet për kë kam? Më vjen diçka kështu domosdoshmë. Ai Romiri. Romiri, po jo, Romiri ka qenë koleg gjithmonë, s'ka qenë student. S'ka qenë student. Jemi aty në moshë. Zonja Jupi, a mund të flas diçka për vetë? Kush jeni ju? Sepse ju dhe kur prezentojnë atje, ka dhe një spanjor. Po, patjetër. Unë jam Taulanta Jupi, si u thoni? Unë jam Taulanta Jupi, profesoresh në Universitetin e Arteve, mbaj titullin profesor asociuar prej 10 vitesh, punoj në këtë institucion që prej kohës kur unë jam diplomuar, kam qenë nga studentët. Cili vit? Nga viti 1995, në një shkëputje vogël, kur kam bërë në një specializim. Dhe çfarë lëndë jepni? Unë përgjithsisht kam dhënë mjeshtриnë e aktorit edhe teknikën e të folurit. Një sekundë, stop, se janë bukur këto, mjeshtria e aktorit. Përpara jush kush e ka dhënë mjeshtria e aktorit? Në departamentin tonë. Po ka pasur emra, për shembull unë mund të them që kam qenë studente e Arben Kumbaros, Milto Kutalit, Mehmet Xhelilit. Ka pasur dhe një periudhë të shkurtër me Vangjush Furxhi, po shumë e shkurtër. Kështu që tani po të them janë këta 2 vjet kur ke qenë studente, këtë shmohem shumë nga këta profesorët e arteve. Në fakt, mbresë të jashtëzakonshme për marrëdhënien me të cilën ai ka ushqyer talentin tim kanë qenë 2. Njëri që ka qenë direkt profesori im, që është Indjeri Rikard Larja, që më ka dhënë lëndën e regjisë në vitin e 2 në Mosgabër. Ka qenë profesori im, dhe më kujtoi që i kishim vënë një emër që ishte një arkive jashtëzakonshme, që ti bëje një pyetje tani dhe përgjigjen do ta merrem mbas 2 orësh, sepse ai do fillonte të gërmonte në arkivën e tij teorike, akademike, derisa dilte të përgjigjja jote, dhe ai ishte vërtet një shkollë më vete. A keni një histori që doni ta ndani me publikun për Rikard Larjen, po themi për një personalitet për masave të larta në art, Kam fakt një gjë që më ka prek shumë kur kemi punuar me profesor Rikardin, më kujtohet që provimin e fund vitit, unë kisha punuar shumë mbi një dramaturgji të re që e kisha përkthyer vetë në Mosgaboj, dhe ditën e fundit, mbasi kishim bërë 3 muaj proces, ditën e fundit mua më ikën aktori. Nuk e di për çfarë pati një krizë. Mos të themi se është aktor i njohur, edhe ikën aktori nga shfaqja, edhe profesor, ne kishim bërë dhe provën gjenerale. Gjithmonë për regji. Gjithmonë për regji. Kishim bërë dhe provën gjenerale dhe profesori me shumë sportivitet, do më thëmë, më kapi paniku, se ai nuk po vinte Taulanta, ti provimin e ke dhënë djem, tha mua. S'ka rëndësi, ai nuk me provimin, ti provimin e ke marrë dhe ke shkëlqyer, sepse unë të kam ndjekur, dhe me thënë dhe ti kupton që ai nuk ishte ai pedagogu klasik që mbylleshe tek ajo dita po themi tek ajo, ai ndiqte gjithë rrugtimin derisa ti shkoje te ky provim. Pra 3-4 muaj punë sa duhen që nga ngritja e platformës. Si ishte roli më i bukur që ka luajtur Rikard Larja për ty, si regjizore tani? Shika, profesor Rikardin unë du ta kujtoj më shumë si Deda është emblema e tij, në fakt, emblema e tij. Profesor Rikardi ka qenë një nga ata njerëz që dinte të bënte për vete jo vetëm me lojën,
por me aty që rrethonte rolin e tij. Pra ai ka pas një proces analize të jashtëzakonshëm kur merrte një rol. E doje Marietën sa Ricardin? Si artist? Me Marietën nuk është se kam, madje nuk kam dhe njohje personale me Marietën. Fare? Jo, nuk kam. Se pas ka ditë Marieta që ti e kishe idhu profesorin, po si ishte ky çift aktorësh, sepse e rrallë në Shqipëri që burr grua kanë luajtur të dy role kryesore. Në Pyet me Borë ka jetur i pari Marietës, pasaj... Këtë nuk di ta them, por mund të them një survey timin për çiftet që janë, duhet të kenë shumë konflikte mes njëri tjetër, kur vjen puna për punën, sepse gjithmonë... Ta kishin konflikt? Nuk më rri, nuk e di këtë, nuk e kam të informacion, por gjithsesi, kur e merr punën dhe e çon në shtëpi, gjithmonë ka një lloj, sidomos artistët që, le ta themi që janë natyra që e kanë rivalitetin pjesë të identitetit profesional. Ky ishte idhulli yt si profesor. Tani, kush është produkti yt si profesoresh tani? Se këtu ishe student Ricardo. Kjo është një pyetje shumë e bukur. Tani, mua më ndodh që këtë periudhë shkoj shumë në studio televizive. Po shumë. Po edhe pa shkuar më përpara, domethënë, sa herë ulesh në ndonjë panel, të vjen ndonjë zëndë nga regjia. O, Zysha, jam filani, thot. Se ti nuk e shikon ku është regjia. Dhe përgjithsisht më ndodh që në çdo studio ka 2-3 studentë. Regjizori ju nuk i ka dhënë mësim. Jo, nuk isha dhënë mësim, nuk e. Kështu që unë besoj që në të gjithë këtë, po themi, vite që unë kam dhënë mësim, ti mendon që ke lënë një gjurmë në këtë shoqëri. Jo, më thuj në një produkt të mirë tani, mos më thuj një i të regjet ka thënë zysh tani. Po kam ja dy produkte që i kam nga krau tjetër, për shembull. S'ka problem. Po jam shumë, unë kam pas student Erioni Sajn, për shembull. E vlerësoj? Si student? Po. Po ka qenë student shumë punëtor, student i talentuar. Unë i kam si aktor? Ka momente shumë të mira si aktor, edhe si regjizor, po... Do të thënë, ti ke dhënë ati këllënd? Ishtri aktori? Ka dhënë monologun, më duket në vitë 3. Në vitë 3. Tani, kërë shikoj të Portokallia, Erioni Sajn, se aji, për shembull, mendoj unë tani, se ky është unë si spektator, për shembull, ajo, Radio Erseka, për shembull, ishte veçantë, nuk e di, çfarë vlerësimi jep ti? Shiko, Portokallia është një art, një zhanri tjetër. Unë do doja që të vlerësoj për punët si regjizor, po jo vetëm Erioni, ne kemi plot emra të tjerë. Jo, të kalojmë të tjerë. Erioni këtu tani kur e shikoj të Portokallia, si e vlerësoje? E kam pasur student, domethënë ka qenë te Portokallia, pastaj ka ardhur student dhe përgjithsisht përpiqem të mos i bashkoj punët që ata bëjnë me procesin akademik. Pra nuk e gjykoja Erionin, po jo mëse së pëlqente, nuk është një... Po se më sakt, a qeshje ti si qeshja unë për shembull? Po unë qesh me Portokallin, nuk ka lidhje, edhe sot po ta shikoj unë qesh. Qesh, aty ka kolegë shumë të mirë për shembull. Ka dhe gjëra, jo, qesh ka gjëra shumë të mira për qeshë, po ka dhe tani numra tani që nuk të bëjmë për qeshë tani, se... Po mirë. Por Erioni Saj, kur dilte te kjo, që bënde Radio Erseka... Po ka disa Erioni, po... Ka disa, edhe atë me... Një nga figurat e mia të preferuara, për shembull te Portokallia, është Tironsi. Ledio Lago? Ledio Lago. E ke pas student? Jo, nuk e kam pas student. Mund të them që kemi një lloj komunikimi edhe në largësi të mirë. Ai bën disa portrete dhe ai ka një aftësi të veçantë që në çdo rol ai vjen ndryshe. Për shembull, brenda. Disa karaktere, ka disa karaktere. Roli aty të fortit Korçarit, se më vjen emri tani, domethënë është shumë pikant. Me atë me melanimi me një që bën kështu tatuazhe, bukur, shumë interesant. Domethënë ka, nuk është se unë nuk i tani student tjetër. Jo, pritani se këta i ke potencialisht votues, I ke këta? Po, unë pikërisht e nisa atje, se s'dua... Se ishi pësës. Sepse unë nuk e kam përdorur kur, po themi pjesën akademike për ta... Tjetë një student tjetër që është... Po një student tjetër, për shembull, që ka plot, për shembull, ja, vjet mund të them që pash një nga... Përjetova një nga ngjarjet më të bukura, kur Giuliano Brisku, një aktor i ri, që ka qenë studenti im për regji, mori çmimin aktori regjia më e mirë. Ose një studente tjetër që e takuam përpara disa ditësh, Diana Nena, vijon në procesin e saj të regjisë me teatrin e kukullave. Ka plot emra të tjerë, të cilët unë i ndjek, i vlerësoj, përpiqem të shkoj në premierat e tyre, megjithse koha ndonjëherë, sidomos në këtë fushat, nuk ma lejon, por unë jam gjithmonë, edhe kur ata mbarojnë shkollën, jam gjithmonë. Do të votojë studentët? Shiko, marrëdhënia ime me studentët është një marrëdhënie profesionale. Ata janë, gjatë gjithë sa periudhe kanë qenë pjesë e rëndësishme e po themi,
e angazhimit tim politik. Po ka një arsye pse unë jam në politik, po ka njëra nga arsyet janë studentët. Sepse unë e kam shumë të shtrirë në kohat marrëdhënien e vitit të fundit, qoftë bachelorit, qoftë masterit, kur ata marrin atë diplomën, ulin sytë dhe thonë, do ikim zysh. Dhe kjo është një nga gjërat që mua më dhëm më shumë. Ne në këto Ka student Akademia Universiteti i Artëve? Patjetër më që ka student. Po se fat ikën? Mbasi mbarojnë shkollën. Mbasi marrin diplomën. Pra, ty të vjen keq ajo diploma. Ty të vjen keq ajo diploma. Në Hollywood shkojnë ata? Ta mbaroj, kur ty të vjen keq ajo diploma, shërben si një bilet për të mbyllur marrëdhëniet me Shqipërinë dhe për të ikur. Dhe ata nuk e dinë se ku shkojnë. Një pjesë e tyre edhe e lën këtë profesion. Një pjesë e tyre edhe e lën këtë profesion. E lën edhe këtu. Sepse po vazhduam ta shikojmë artin edhe kulturën si një fushë dhe si një sektor të dorës së dytë e të tretë, do vjojmë të humbim breza të rëndësishëm të artistëve tanë. Tani, më ngacmoj se do të pyese për familjen, por ta mbyll këtë pjesën e raportit tënd me artin aty ku ju jeni profesoresht. Më ke dalë aty ku unë e kam si pyetje që do të thënë unë nuk e kisha parashikuar ku mund t'ja bëja këtë pyetje. Por është një pyetje normale që unë mezi pres përgjigjen, sepse je njeriu i dur. Si ka mundësi që sot ne nuk prodhojmë aktor të nivelit të Rikard Larjes, të nivelit të Ndriçin Xhepës, të Margarita Xhepës, të korifeve Kadri Roshi etj. Do të thënë, ne kishim i kast aktorësh që me të vërtet ata luanin veprat e realizmit socialist dhe ishin të indoktrinuara. Jo, ishin të indoktrinuar, këtë s'mund ta bëj. Por unë kur bëj debat, unë jam mbështetës si filmave të asaj, jo për indoktrinimin. Por kam një arsyetim, them, ju të rinj, kasta e re, bëni një film më të mirë se sa ata dhe unë do t'ju shikoj ju. Por mas 90-s unë s'kam parë asnjë film më të mirë se sa ata para 90-s. Dhe sot se ne nuk kemi ke shtruar 5 çështje brenda një pyetje. Po unë kam tavlanda grupi përpara, nuk kam. Tani unë shikoj që më dole këtu. Do të thënë ke bërë një nga pyetjet më të vlefshme që mund bëhen në këtë intervistë. Pyetja e parë, pse ne nuk kemi artist të një kategorie si emrat? Rikard Larja, Kadri Roshi. Sepse unë besoj që kjo përgjigje nuk jepet dot vetëm me një argument. Ka disa. Unë mendoj që Shqipërisë nuk i mungojnë talentet, por në harkun e 30 viteve ka munguar investimin mbi këta. Po pse atëherë kishte investim? Shiko, për artin, do me thënë ne duhet ta themi hapur që në periudhën e komunizmit për artin investoi sepse përdoreshin shumë si propagandë, absolutisht. Artisti kishte një status tjetër në kohën e socializmit, në kohën e diktaturës dhe ka një status tjetër në 34 vite. Kjo është një gjë që ne duhet ta theksojmë. Pra, dhe para pak unë thash që nëse ne do vijojmë ta shikojmë artin edhe kulturën apo investimin në artin dhe kulturë si një gjë të dorës së dytë dhe të tretë, pikërisht këtu te kjo situatë do jemi. Nuk na mungojnë talentet, nuk na mungojnë të rinj që e duan artin dhe e kanë dhuntin që Zoti ja ka dhënë të bëhen ose aktor ose regjisor, mungon ajo që unë e thash dhe do vjoj ta them dhe është një nga vektorët më të rëndësishëm të opozitarizmit tim është që arti dhe kultura duhet kenë gjithë vëmendjen dhe gjithë vullnetin politik për të shndërruar në një industri kreative, në një industri kreative me impakt edhe ekonomik, jo vetëm impakt social. Kryeministri artist është një kryeministri i cili unë ti e di shumë mirë që ja kam dhënë përgjigjen edhe me videon të cilën e kam publikuar përpara disa ditësh, është një kryeministër që më di se në largësi njihemi. Atje s'keni konceduar të artet asnjëherë? Kemi konceduar. Jo, flas që ai ishte pedagog. Ai ka qenë pedagog, unë kam qenë student, pastaj jemi ta. Si ishte? Një sekondë, mos e bëj këtë se nuk dua të merrem me Ramën si individ. Me Ramën si individ nuk merrem as një sekond. Unë me Edi Ramën merrem sepse ai është kryeministri i Shqipërisë dhe në 2013-ën ty të vjen një kryeministër artist që në 12 vite nuk ka bërë një ligj për artin dhe për kulturën, nuk ka ndërtuar një bibliotekë të re kombëtare. Dhe megjithëse ka qenë dhe kryebashkiak i Tiranës, nuk ka bërë një bibliotekë të Tiranës. Ata mbaroj të lutem. Në shëmbi teatrin kombëtar dhe sot nuk ke një teatr të ri kombëtar. Po ndërtohet, po ti e di se çfarë do ndërtohet unë e refut atje jam fut me xhup. Si the? Jam fut me xhup, kam ndajtur me xhup dhe me shall, kam lidhur kokën. Dakor, por kjo nuk ishte arsye për ta shëmbuar. Jo, për ta prishur është një gjë ajo, po, është një gjë. Në 12 vite. Po një teatr i ri duhet. Duhen 5, jo 1. 5
5 teatre të rinj. Nëse Tirana është 1 milion banor sot, duhen 5 teatre të rinj, sepse po flasim për një Tiranë policentrike. Nuk mund të vija i qytetari që nga 37 teatro kishte Broadway. I kam numëruar. Ore, nuk po flasim për Broadway, po flasim për Tiranë. Nëse kemi 1 milion banor, ai qytetari që vjen nga kombinati nuk mund të shkojë të shohë shfaqjen te Art Urbina se do një orë rrugë. Nuk shkon. Prandaj unë mendoj që arti dhe kultura duhet jetë një gjë aksesueshme për të gjithë qytetarët, jo vetëm në Tiranë, paguajnë taksa dhe duhet të çosh arte dhe kulturë edhe atje ku janë. Edhe në skajin më të largët të një qyteti apo artist pra jo të arteve. Universiteti i Arteve më thuaj. Në 33 kryeminista vetëm një është artist, Edi Rama. E kanë nxjerr Instituti i Arteve, Akademia e Arteve, Universiteti i Arteve. Ti tani më thua tani më shumë se kaq po çati po thua që është një gjë e mirë. Është një gjë shumë e mirë që është artist. Kryeministër artist. Ti po ankohesh. Është një po patyshim. Jo pa ankohem. Unë jam rebeluar, unë bëj opozitë ndaj tij, sepse në 12 vite nuk ka bërë një ligj për artin. Të llogarita më. Nuk bën një ligj për artin dhe për kulturën. Ka bërë vite të posaçme. Nuk bën një ligj për artin dhe për kulturën, nuk ka bërë një ligj për të reformuar institucionet e artit dhe kulturës, të cilat funksionojnë si institucione dhe si rudimente të një sistemi të para 90-s, nuk kanë një ligj të ri, nuk miraton ligjin që aq shumë ja kërkojnë artistët edhe të gjithë punonjësit e industrisë kinematografike, që është tax rebate, që ne po duash të diskutojmë, po është diçka teknike, por është një gjë që i vlen shumë, jo vetëm kinematografisë, i vlen gjithë industrisë kreative dhe mbi të gjitha i vlen turizmit në Shqipëri, sepse sjell kompani të huaja për të xhiruar dhe për ta përdorur gjithë territorin e Shqipërisë si skenë xhirimi. Rama e ka kështu pasaportë? Ja, se ka pasaportë fare. 12 milion? Absolutisht, po kush përfiton nga këto 12 milion? Kush përfiton nga 12 milion? Shqipëria s'kishte parë turista me sy me zonjë në rregull. Këtë nuk e mohojmë, po më thuaj kush përfitojnë? Përfitojnë ata 5 veta që janë rrotull Ramës, për të cilët bëhen dhe ligjet e posaçme të investitorëve strategjik dhe që ju ulet TVSH-ja deri apo përfitojnë ata qytetarë që bëjnë atë biznesin e vogël. Gjithë turizmi duhet të arsyetohet edhe duhet të logjikojmë për kë shërben. Nga këta 12 milion, a përfituan mira familje, ja më lër ta mbaroj, mira familje që merren me biznesin e vogël në turizëm, apo përfitojnë 5 veta që janë rrotull Ramës edhe që e blejnë Shqipërinë edhe tokat e Shqipërisë në Bregdet me 1 euro. Okej, për ta mbyllur këtë të zotit Rama tani, më tregojnë çik si e marrën në Ramën profesorat atje. Ja se më fare, nuk më ka dhënë mësim, po nuk më mbaj mend sepse nuk më ka dhënë mësim mua. Janë dy fakultete të ndryshme, e ke gabim, ne jemi fakulteti i arteve, ai është fakulteti i arteve. Të familjes që kanë mbaruar janë diplomuar aty, kështu që unë e di shumë mirë, po mos më thoj që se man mend atë profesorin e gjatë atje. Fare? Asë 90-91 ato të refleksione? Jo, s'më man mend. Po të kujtohet ti s'ke qenë aty. Kur fillua ty studimi në 91? 91. Më rreshkite këtu, e kuptova. Po të thash, unë me Ramën nuk i kushtoj as një sekond si individ. Unë i kushtoj vëmendje dhe marr në analizë si kryeministër i vendit. Kaq kam unë me Ramën. Me Ramën dhe me këtë do që është në politikë, nuk merrem individualisht. Të lutem më trego pak për familjen tuaj. Bashorti juaj kush është? Shiko, qasja ime politike dhe publike është një, po themi është një angazhimi imi personal dhe familja është një gjë shumë e shenjtë, më mbështesin jashtëzakonisht, është një gjë shumë e shenjtë për ta bërë publike në kuptimin e për të ushqyer, po themi me foto edhe me element të tillë fushatën. Unë ata i kam gjën më të shenjtë në botë. Politika është një gjë e imja personale, është një angazhimi im publik, por është një zgjedhje imja. Padyshim që bashkëshorti, unë kam 2 djem. Jo, te bashkëshorti një do vinte Arti. Çfarë profesioni ka? Ai është ekonomist edhe inxhinier, merret me punët e tij. Un kam 2 djem, njëri është 26 vjeç, njëri është 21 vjeç. Jo, emrat e fëmijëve nuk do dua ti bëj, po s'dua ti bëj publike. I kam Po ti je kandidate për deputete më si bën publike ata? Patjetër. Ata duhet të jenë krenar për mamin e tyre. Po pra, ti je krenar për ata? Shumë. Edhe nuk i përmend emrat? Unë di çavendin tënd, jo emrat. Janë shpërblimi i jetës sime. Domethënë po ka një gjë ku unë jam. Çfarë ka thënë? Jo, i parë njërë bashorti njërë. Nuk ka thënë njërë të aranda na plasët, që do t'i futesh politikë, politika kështu, e na mërzite. Se ke bërë ca betejat forta këto vitet e fundit, nuk e qënë kështu. Uj që rri në vënd. Unë kam bërë betejat forta dhe do vjoj bëj betejat forta.
Pavarësisht këtyre zgjedhjeve, Bashkëshorti vjen nga një familje e cila ka shënjuar, po themi, mbi emri Jupi është juaj apo Bashkëshortit? Është Bashkëshortit, ka shënuar, po themi, lindjen e Partisë Demokratike në një nga degët më në Vlorë. Në Vlorë? Në Vlorë. Cili personazh? Afrim Jupi. Afrim Jupi, po. Kështu që po që e diçka për të drejtën edhe për të vërtetën, ata e kuptojnë shumë mirë që kjo është një betejë që nuk i përket vetëm taulantës. Okej, po tani diçka për çunat do më thuash mua. Për djem, tani të lutem tani. Do thuash diçka për çunat. Të mbështesin çunat, shoqërojnë çunat në fushat? Njëri është jashtë, është me studime. Ka marrë fletën e votimit. I vogli? I vogli, po. Ka marrë fletën e votimit edhe... Ka votuar atje? Jo, më falë, pret i vi fleta e votimit, se dje e pyeta, i thash atë kartë... Është regjistruar, domethënë? Është regjistruar, po patjetër. Për këtë votoi ai? Për shkak të... Do ta pyesi. Për maman. Për shkak të provimeve ai e kishte të pamundur. Ku studion djali? Djali studion në Londër. Në Londër, për çfarë? Për inxhinieri për mjekësinë. Djali tjetër tani na folin çik tani, sigur unë s'jam spaku, po të pyes. Po jo mos është çështje spaku, është çështje privacy. Kur e ke parë për herë të fundit kriminalin? Unë po të pyes për familjen. Djali tjetër është diplomuar po në të njëjtën deg, është duke punuar, po themi, në Shqipëri për këtë periudhë kohe, por... Kush e shoqëron nga këta tani, fushat tani këtu na thojnë gjë tani. Kush e ndjek në fushat, kush të rri pranë? Në fushat ka njerëz të cilët me shumë dëshirë po e mbështesin taulantën, janë një pjesë studente. Jo, nga familja themu, patjetër ata i kanë parë. Të gjithë, babai, bashkëshorti, kushërinjtë, unë kam një fish shumë të madh. Këtu janë të gjithë. Jo flas këtë pjesën e teknologjisë, të rrjeteve socialeve. Po, shiko, unë shqyr zotit që vi nga një institucion arti dhe kulture që me kamera në dorë janë gjithë ditën, kështu që një pjesë e tyre, një pjesë e tyre janë gjithë ditën në fushat me mua për të nxjerrë më të mirën e atyre takimeve. Tani, unë e kuptova që familja jote që nga pjesa më e bukur e jetës. Absolutisht. Nuk është politika. Absolutisht. Pra, nuk është politika. Jo, politika është personale. E di çfarë zonja Jupi, sa përmend familjen, që i ngazëllim në pamje, që se kishe në asnjë përgjigje tjetër. Sa të pyeta për familje, ty. Nëse nuk e kemi familjen, nëse nuk kemi mirë atë gjën tonë, jo, aty është baza, pastaj gjithë të tjera. Po nuk bëm mirë atë, nuk dim të bëjmë asgjë tjetër. Kështu që një gjë nuk kam kuptuar asnjëherë. Po. Bile kam qef. Ti nuk kupton shumë gjëra, po hajde, sqaroj sot, se prandaj më ke thirrur. Do të thonë, e di si ma bëre këtë, siguria mund të ai podcast yt. Do vish edhe ti te podcasti im, mos ki merak. Dakor. Këtë kam qef ta dëgjojnë jo vetëm bashkëshorti dhe dy djemtë tu të mrekullueshëm, po edhe ata besnikët më afër, bashkëpunëtorët e tu. Pse Taulanda Jupi ka qëndruar besnik Lulzim Bashës, njeriu që ka zhgënjur një brez të tërë politikanësh? Po kush tha që ka zhgënjur? Unë. Të ka zhgënjur ty? Ti do të thuash kush je ti? Jo, unë jam një, shumë modest, një. Po. Tani. Se kjo është një pyetje shumë serioze për ta marrë. Kjo është pyetje madhështore. Kjo është një pyetje shumë serioze për ta hedhur kështu me të qeshur. Për sa kohë Lulzim Basha do vijoj betejën e tij politike për t'i dhënë fund tranzicionit 34 vjeçar në Shqipëri, për t'i dhënë mundësinë shqiptarëve të zgjedhin përtej Edi Ramës edhe Sali Berishës, për të vijuar betejën e tij për të drejtën e PD-s dhe Partisë Demokratike si një aset kombëtar dhe si një aleat e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, Taulanda Jupi do vijoj të jetë në krah të Lulzim Bashës, duke menduar dhe duke besuar që ne po bëjmë gjën e drejtë jo për vete, po për Shqipërinë. Po i humbet? Tani thash, kjo është një pyetje shumë serioze. Po i humbet më zoj, humbi 8 vjet, humbet prap tani. Për ta baltosur me fjalën humbje. Tani unë ta bëra më pyetje, fjalën humbje. Të lutem, më the pse i qëndrove Tu nuk jete podcast yt, tu bëjmë pyetjet e dura. Po pyetjet e dura do unë po të përgjigjem pyetje. Më pyeteve pse i qëndrove besnikëve ta dhash përgjigjen. E para që nuk është thjesht besnikëri ndaj emrit Lulzim Basha. Nuk kam unë kompleks, edhe të them që po jam besnike e tij në këtë moment, sepse besoj që po bëjmë gjën e duhur, që prej 9 shtatorit e në vijim, kur çështja me Partinë Demokratike që tashmë është publike, debati në Partinë Demokratike, betejë apo duhesh në Partinë Demokratike, shkoi ashtu siç shkoi,
por e gjithë thelbi dhe themeli i saj ishte për ta mbajtur këtë Partinë Demokratike jo një pronë të një individi dhe të një familjeje, por aset të shqiptarëve. Kush i ka votat? Sali Berisha. Ku? Sigur ku i ka? Në PD. Ku i ka në PD? Në PD. Tje pese si unë gjyros në zgjedhjet e 14 majit, e gjithë Shqipëria nga fillimi në fund u bë çiklamin. Ku i ka votat? Në PD them unë, jo në Shqipëri. Po në cilën PD? Në PD-n që e ka rrudhur, në PD-n që e ka rrudhur kaq. E ka rrudhur se ka rrudhur. Në PD-n që e ka rrudhur. Basha humbi me sukses. Në PD-n që e ka rrudhur. Basha humbi me sukses. Sali Berisha, Partia Demokratike në fakt sot për fat keq ka hyrë në një betejë për të humbur. Ai që e manipuloi antarësinë dhe i tha që unë për 6 muaj do e rrëzoj Edi Ramën. Sepse fajin e ka se, kujtoj, hapi foltoret edhe kujtoj, i gënjeu. Për 6 muaj. I gënjeu. Ai që e shiti Shkodrën, që ta shitër Shkodrën. Si e shiti? E shitër Shkodrën. Po si e shiti? Bashkë, po, 26 mars i vitit 2022, kam qenë vet aty. 6 mars i vitit 2022 ishte një dakordsi për t'ja marrë dhe për t'ja dhënë kandidatit të... E ke fjalën për zgjedhjet e pjesshme? Për zgjedhjet e pjesshme, dhe më vonë në zgjedhjet e majit, po si e 14... Do ta vërtetosh këtë? O zotri. Në e vërteto tani? Tani, ju keni qenë deleguar në Shkodër? Tani, ne shikoj. Po. Kam qenë jo deleguar, drejt për drejt, po kam punuar. E ke punuar aty në staf. Dhe e kam parë, po si e vërtetojnë që ka shitur zonjë? Shiko, Shkodra mbas 34 viteve shkon edhe bëhet bastion i të majtës. Mbas 34 viteve. Absolutisht që po. Absolutisht që po. Shkodra është një krim zgjedhor. Megjithatë, nëse do vazhdojmë të diskutojmë fillimin e pyetjes, pse unë vjoj të qëndroj besnike, jo Lulzim Bashës, po kauzës që na lidh, Kauzës Lulzim Bashës? Kauzës që na lidh. Fundi i 34 viteve tranzicion, fundi i 34 viteve tranzicion, një alternativë re për qytetarët për te Ramës edhe Berishës, të cilët do ta kenë në datën 11 maj aty si alternativë për ta votuar, fundi një tranzicioni të gjatë, mbrojtja e reformës në drejtësi, mbështetja ndaj SPAK-ut, dhënia e mundësisë së qytetarëve për të zgjedhur mbi një program alternativ që u jep zgjidhje problemeve të tyre. Kështu që kjo nuk lidhet vetëm me emrin Lulzim Basha, kjo lidhet me atë besim që un kam, që në këtë moment, këtu ku jam, me këta njerëz që jam, unë po bëj gjën e duhur. Dhe kjo kërkon mbi të gjitha guxim. Në 12 maj, se ju thatë që PD humbet, ç'do do ndodh? Humbet PD, humbet opozita, prap Rama mandat e 4. Ç'do do ndodh? Unë shpresoj shumë që qytetarët me gjithë, po themi, përpjekjet e jashtëzakonshme që janë bërë vitin e shkuar në 26 korrik, ku Rama dhe Berisha dhe zgjatimet e tyre bashkuan votat për të mbyllur listat dhe për ta mbajtur dhe një herë pa ndryshuar. Pa më pyete. Tani përgjigja nuk jepet po dhe jo, më lër ta shtjelloj zotri. Kemi dhe kështu minutazhe. Okej, ja po i bie shkurt. Pra, pas përpjekjes së tyre për ta mbyllur, për të mbyllur sistemin, me listat e mbyllura, me listat Boston University, zonj, më thoshin që në qoftë se ato 30 minuta, nuk i thua për 3 minuta. Po pra për 3 minuta po ti them. Po 3 minuta kemi 45 minuta zonj. Po tani ma bëre pyetjen, për 45 minuta janë përgjigjur. Po jo se më thej që më lë se po. Po më lër pra tani, më lër. E bëre pyetjen merr përgjigje. Në 11 maj, shqiptarët kanë një alternativë për te Ramës dhe Berishës. Duhet kuptojnë që nëse Rama dhe Berisha bëjnë shumicën dhe bashkohen bashk, vendimi i parë që do marrin është pengimi i reformës në drejtësi dhe shkrirja e SPAK-ut. Garancia e vetme që kjo nuk do të ndodhi është të votojnë kandidatët në listë të hapur të koalicionit Euroatlantik, duke filluar që nga Taulanta Jupi. Jo, nuk është fjalim. Më ke thirrur të them në 12 maj ndodh që nëse qytetarët gjatë këtij muaji e kuptojnë rrezikun e dyshes Rama Berisha, votojnë masivisht për alternativën e tyre koalicioni Euroatlantik. Ajo që ndodh është minimalisht. Po PD-ja është e humbur, pse kemë shikon ti më fal, po humbur PD-ja se Sali Berisha nuk është futur në këto zgjedhje për të fituar. Është futur për t'i dhënë mandatin e 4 të Ramës. Po përgjigju pyetësinë, pyetësinë. Çfarë ndodh? Minimalisht flukset opozitare e nxjerrin dhe i heqin primatin e opozitës Sali Berishës dhe përpiqen për të ngritur një qeveri sipas përfaqësimit në votë. Minimalisht. Më zuri makina, se kuptova fare. Jo, ta thash unë kam ilaç. 12 maj çfarë ndodh? E dyta, po s'jeni mjekë, ky është problemi. E dyta, e gjithë këto flukse opozitare në raport
nëse sigurisht akte do t'ju puqen me ato që thonë, që janë në krah të reformës në drejtësi e ndërtimit të shtetit së drejtës, duhet të provokojnë me njëherë zgjedhjet parakoshme. Të bëhen të gjithë bashkë, pa Ramën e pa Berishën dhe të provokojnë zgjedhjet parakoshme. Prapë se kuptohet, do ta kuptosh në 12 maj. Në 12 maj nuk fiton PS-ja, nuk thash fiton PS-ja. Po më shpjego pra se PS-ja. Thash, nëse qytetarët e kuptojnë. Po jo, këtë muaj dhe nuk e votojnë as Ramën as Berishën, po votojnë së pari koalicionin Euroatlantik ose çdo grupim tjetër opozitar, I japin mundësi rikonfigurimi skenës politike në Shqipëri. Unë prisja që ju thoshe që të reformohet opozita në 12 maj, po ju thatë që do ketë zgjedhjet parakoshme në 13 maj. Se kështu thatë? Jo, nuk thash. Kështu do ta lexosh ti, ta interpretosh ti. Unë përgjigjen time e dhash, ktheh, ta dëgjosh edhe një herë. Jo, ju jeni aktore, por nuk jeni gazetare, zonjë. Jo, unë nuk kam marrë si aktore. Unë aktoren e bëj në skenë, po duash ti dhe e bëj shumë mirë. Cili ka qenë roli më i rëndësishëm? Shumë kam qenë. Ai varet, më i rëndësishmi dhe ai që më pëlqen më shumë janë dy të ndryshëm. Ai që më pëlqen më shumë është roli që unë kam luajtur në monodramën Malkoni, që është një monodramë e shkruar nga unë dhe I dedikohet grave dhe vajzave që kanë vuajtur ose janë përballur me kancerin e gjirit. Është një rol shumë dimensional. Që I ka pëlqyer publikut është roli I Poncians te shtëpia e Bernarda Albës me regji të Kiço Londos, cilin gjej mundësinë ta përshëndesim, me cilën unë kam fituar dhe çmimin aktore e vitit në vitin 2012. Një aktore në politik. Ike shumë bukur nga një aktore në politik mua më kujton atë të Reaganit. Që? Ai ishte aktor në politik, ai ka shumë shprehje, po shpreha më e bukur atë thotë unë në fakt thoshe tani po luaj role kur bëra president. Unë se kam provuar ende të jem deputete, kështu që kur të jem deputete unë besoj që do bëj 10 fishin e kësaj që kam bërë, po pa se në këtë intervistë ke aktruar në disa momente. Ti e di shumë mirë që unë politikën nuk e bëj me aktrim. Sepse aktrim është një gjë që ti, kur e ke si dhun ti, nuk e bën dot në jetë. Ke një gjë personale me Sali Berishën? Asgjë. Po pse e ke kështu kaq kështu? Po se kam me Sali Berishën individun, thash, as me Edi Ramën si individ. Unë e kam me atë që në 34 vite këta njerëz e kanë bërë Shqipërinë që sot kur ne flasim bashk, statistikat e të rinjve që largohen janë në shifra alarmante. Zonjë, 30 sekonda deri 1 minutë. Pse duhet votojnë ty? Një mesazh për zgjedhjet tuaj. Të dashur qytetar, në datën 11 maj, unë juftoj të votoni numrin 4, koalicionin Euroatlantik. Juftoj të votoni Taulant Ajupin, sepse Taulant Ajupi do të jetë një zë, jo vetëm për ju, por të gjithë ata qytetarë që do të kenë një shqetësim në 4 vitet e ardhshme. Sa herë që ju t'ju dhëm diçka, zëri im do të ngrihet në parlament. Sa herë që ju të keni një hall, zëri im do të ngrihet në parlament. Sa herë që ju të kërkoni, të komunikoni me Taulant Ajupin, ai do të jetë një deputete që numrin e telefonit nuk do ta ndryshoj kurrë, e padyshim do të jemi deputete që nuk I fike telefoni, se rastësisht këtyre deputetëve tanë sot ju fike telefoni. Votoni Taulant Ajupin si një alternativë, si një profesioniste dhe një njeri që është I pa korruptuar. Shqipëria mund të bëhet, mjafton të dini të zgjidhni përfaqësuesit tuaj. A të ka thënë një gazetar në studio në intervistë që unë duaj që ti jesh deputete? Ti je I pari? I pari dhe vetëm. Jo, ma kështu në publikisht. Jo, live, kuptohet ça publikisht se kaq. Zonja Ajupi, unë të falenderoj për intervistën. Ishte një artok, nuk ishte I lehtë, nuk e di tani çfarë do thonë ata të familjes tënde, thonë domethënë çfarë pyetës vështira. Ata kanë besim shumë tek mua, nuk e kanë fare problem intervistat e mia, kështu që unë të falenderoj shumë dhe të uroj suksese në 11 maj. Zoti Qafoku, faleminderit për ftesën edhe për këtë hartok, po me premtimin që ti do vish pas 11 majit të diskutojmë në podcastin tim Çast me Taulantën. Po me kënaqësi, vi. Të nderuar teleshikues, ndoqët një intervistë me zonjën Taulanta Ajupi, kandidate e koalicionit Euroatlantik në qarkun e Tiranës. Rrini me Dekalo këtu në Dritare TV, së shpejti një intervistë tjetër.